Të dashur shqiptar, çfarë është genocidi etimologjik? Është diçka që kanë bërë vetëm grekët, mbasi kanë zhdukur fiset me sape në shekullin e 6 para r.s. Ka zëvendësuar të gjitha toponimet me sape me emra grek. Por këto toponime me sape, kur u ndruan, kanë mbetur në dokumentat e tyre, emrat origjinal i lirë. Për herë të dytë, mbasi u përzun arbreshët për në brigjet e Italisë nga Morea dhe nga zona e Atikës, përsëri grekët ndruan të gjitha toponimet arbreshe, arvanitase dhe i kthyen në toponime greke, dhe hera e tretë mbas përzënies së çamëve nga Çamëria ka ndryshuar emrat e të gjitha fshatrave dhe qyteteve çame në emra grek. Ky është spastrim etnik, por më tepër është pikërisht diçka e tmerrshme. Tani qyteti Alba është themeluar nga latinët në Laviniumi dhe ata ishin trojan. Alba në greqisht do të thotë e bardhë. Lakohet në gjinin femërore. Është Albas ashtu si Karakas. Është edhe një lum Albas i cili tani quhet Tiber, nga që mbreti Tiberin vdiq në të. Quhet gjithashtu edhe Albi, gjinia femërore në Kret. Banori quhet Alban, Albanos në greqisht, ashtu si dhe vera albane e cila është e ëmbël dhe e mirë. Quhet gjithashtu Alban, një vend në Itali, ku bëheshin ritet e shenjta dhe liqeni Albanis. Ekziston dhe një qytet Alba në Kret, etnia të cilëve është Albaios, ashtu si Thebaios në Thebë. Pra, nga këto që shikoni, ky fragment buron nga leksikoni i famshëm gjeografik Ethnica e Stefanusit të Bizantit shekulli 6 TR. Teksti ofron një dritare mjaft interesante mbi toponimet dhe etnin e shqiptarëve. Emri është ngjashëm me fjalën shqipe Elbi, Elbi i bardh. Tani, Alba Longa, pra është vendbanim i trojanëve. Është emri i lumit të Tiberit. Ka qenë Alba, lumi i bardh. Është, sipas traditës, ndërtuar nga Skani biri i Eneas, që vjen nga trojanët dhe vendoset në Lavinium. Në gjuhën greke, Alba shpjegohet me fjalën Leuke, Leuki, Lefki, sot në greqishtën e sotme ka kuptimin i bardh. Është emri i lashtë i lumit Tiber, lumi i bardh. Pra kjo është shumë interesante, sepse kjo tregon që Albanopolis është koloni e trojanëve. Pra albanët nuk vinë nga Kaukazi, por janë trojanë. Janë themeluesit e Romës. Është Roma e dytë, Alba. Romakët e kanë quajtur vetëm Alban. Dhe është gjithashtu ishull në Kret, qyteti quhet Albi në gjinin femërore. Pra, që kanë bërë grekët? Kanë spastruar etnikisht shqiptarët dhe kanë bërë genocid gjuhësor. Janë përpjekur të na mbushin në mendjen që vim nga Kaukazi, sepse edhe aty është ngritur një koloni trojane albane në Kaukaz. Pra nuk vim ne nga Kaukazi. Trojanët janë shpërndar një pjesë e mirë e tyre për në Europë, një fragment i vogël ka ngritur koloninë e tyre në Kaukaz. Kjo është për te imagjinatës njerëzore. Sa herë ka dalë në televizion deputeti që e dim ne kush është, duke thënë që albanët vinë nga Kaukazi dhe dokumentet e Bizantit thonë që albanët kanë themeluar Trojën, albanët kanë themeluar Romën dhe fjala alban do thot Elbi bardh, unë nuk di fjalë tjetër ta përshkruaj këtë që ka ndodhur veç se genocid dhe shantazh etimologjik që s'ka ndodhur ndonjëherë në asnjë kulturë të botës. Pra, grekërit e lashtë janë arkitektët e identitetit të shqiptarëve, por grekët e sotëm, të cilët shumica prej tyre janë të shkëmbyer me popullsinë turke që banonte në Greqi mbas luftës greko-turke dhe u shkëmbyen 2 milion grek pontik me rreth 1 milion turq që banonin në Greqi. Pra, ka grek pontik edhe në Shqipëri të sotme,
edhe në Greqi, të cilët nuk janë të lumtur me statusin e veçantë që kanë shqiptarët. Shqiptarët janë populli i zgjedhur, shqiptarët janë pasardhësit e Trojës dhe këto thot dokumenti i Bizantit që e patë edhe vetë. Është filmi më i rëndësishëm që kam bërë ndonjëherë në karrierën time dhe filmi më i rëndësishëm që përcakton përfundimisht identitetin e shqiptarëve. Ju faleminderit dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.